Ndërtesat dhe objektet shtetërore që kanë më shumë se 70 vite mund të kalojnë në një proces të ri verifikimi për të parë nëse mbartin vlerat të trashëgimisë kulturore. Një udhëzim i ri i Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit përcakton mënyrën se si do të identifikohen këto pasuri dhe kriteret që do të përdoren për vlerësimin e tyre. Por mosha e një ndërtese nuk do të jetë vetmja pikë që do të merret në konsiderat. Në vëmendje do të jenë edhe objekte që kanë vlera ose potencial historik, artistik, arkitektonik, arkeologjik apo etnografik. Në proces mund të përfshihen edhe ndërtesa për të cilat ka të dhëna në dokumente historike dhe arkivore, si dhe objekte që ndodhen brenda qendrave historike, ansambleve, peizazheve kulturore apo zonave arkeologjike. Nisma për verifikimin e tyre nuk do të vijë vetëm nga institucionet që administrojnë pronat. Propozime mund të bëhen edhe nga institucionet e tjera publike, njësitë vendore, komunitetet lokale dhe organizatat e shoqërisë civile. Për çdo objekt që do të përfshihet në listë, do të përgatitet një kartele e veçantë. Aty do të dokumentohen vendodhjat, dhënat kadastrale, historia e objektit, tiparet arkitekturore, gjendja fizike, funksioni aktual si dhe materialet fotografike dhe hartografike. Një tjetër element i rëndësishëm do të jetë vlerësimi i rrezikut. Për objektet do të evidentohen kërcënimet e mundshme nga tërmetet, përmbytjet, rrëshqitjet e tokës, zjarret, dëmtimet biologjike dhe efektet e ndryshme klimatike. Paralelisht do të vlerësohet edhe gjendja strukturore nga ndërtesat që janë në përdorim dhe nuk paraqesin rrezik, deri te ato që janë dëmtuar rënd apo janë tërësisht të rënuara. Dokumentacioni i përgatitur do t'i përcjellet Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, i cili do të ketë 15 ditë pune për të kontrolluar nëse dosja është e plotë. Nëse procedura përfundon me vlerësim pozitiv, objekti mund të shpallet pasuri kulturore nga ministri përgjegjës dhe më pas të regjistrohet në regjistrin kombëtar të pasurive kulturore. Ky status nuk ndryshon pronësinë e objektit dhe as institucionin që administron. Ndryshimi lidhet me detyrimet që vendosen për mbrojtjen dhe ruajtjen e tij, sipas legjislacionit për trashëgiminë kulturore. Në këtë mënyrë, ndërtesat e vjetra shtetërore do t'i nënshtrojnë një vlerësimi më të plotë, me synim identifikimin e atyre që mund të përbëjnë pjesë të trashëgimisë kulturore të vendit.